Se pastaj na thon neve se ju emigrantët ngele duke u ankuar, ngele duke shar vendin tuaj. Ishte qenë burri im sot tek një nga dyqanet e Vodafonit. Unë kisha humbur atë kartën ku shkruhet pini dhe puku. Me pak fjalë shkojnë në një nga dyqanet e Vodafonit në qytetin e Ballshit. Shkon atje dhe duke qenë se nuk i kishte ato kartat me vete, normalisht shkon e jep kartën e identitetit. Del që ai punonjësi që ka regjistruar numrin kur e kemi blerë kishte regjistruar gabim. Burri im e ka emrin Rezart, me shumë se ai doja të shkruajtur Rezart, është një gabim që shumica e bëjnë. Nuk dilte asnjë lloj karte në emrin e tij, ndërkohë që dje u blen numrat. Dhe në momentin që po bashkëbisedonte me këtë punonjëse, po mundoi që të gjente një zgjidhje dhe po i thoshte që po sikur ta gjej me këtë numrin serial që ndodhet te karta ose nuk e di, të gjente një zgjidhje me pak fjalë sepse na duhej numri. Dhe në ato momente kur ky po fliste me një nga punonjëset aty, i kthehet një punonjëse tjetër që s'kishte lidhje fare me burrin tim, nuk po i jepte shërbim fare, dhe i thoshte: "Hë ti po sikur kështu, ti po sikur ashtu." Dhe normalisht burri im i kthehet dhe thot: "Po ti çfarë pate se ti nuk po flas fare me ty." Dhe pasi burri im i kthehet kësaj që s'kishte absolutisht asnjë lloj lidhje pse ti fliste në atë rast, i kthehet një tjetër punonjëse aty sepse ishin 3. Dhe i thot: "Po ti pse i flet asaj ashtu, se un jam pronarja e dyqanit, mund të nxjerrë edhe jashtë po të dua." Se ç'lidhje kishte pronarja e dyqanit? Ndoshta me mendjen e saj mund të qenë edhe CEO e Vodafonit, nuk e dim. Domethënë mirë që duke qartësisht që kolegja e saj e trajtoi shumë keq klientin në ato momente që nuk kishte lidhje fare pse të fliste. Jam shumë kurioze të di se si i trajtojnë këta njerëzit që nuk din, nuk marrin vesh, për shembull, të vinë në një i moshuar, si zgjidhin hall këto lloj punonjësesh. Kjo nuk është problemi i Vodafonit si kompani apo ku ta di unë, por thjesht do doja shumë që kompani të tilla kaq të mëdha të bënin her pas here kontrollim të atyre kamerave se si sillen këto tipe me klientin, që të bënin ndonjë spastrim se jeni me vërtet për të ardhur keq. Dhe më vjen shumë keq për të gjithë njerëzit dhe popullatën e thjeshtë që kanë një problem dhe nuk dinë se ku të drejtohen dhe të zgjidhin problemet e tyre.